Nuk e godit një musliman një lodhi, një dhim dhe një galje, një mërzi dhe një shqetësim, vetëm se është lirje gabimeve të ti. Pra çdo sen që ti ankosh dhe dhimbje të cilët i përjeton, brenga të cilët i kalon, mërzia dhe shqetësime që i përjeton, janë shlirjeve të gabime, derisa ka thonë pejgamberi Allah, se Allahu Azza wa Jall më shumë i sprovon ato që i don. Dhe tha pejgamberi Allah, shpërblimi më i madh është për ata që sprovohen më shumë. Ta ka disa njerëz që këtë dunja sprovohen derisa dalin për Allahut Azza wa Jall të shlier, të pastër nga gjithë gabimet. Pra pse Allahu Azza wa Jall të kërkon të Allahu të sprovon, se Allahu Azza wa Jall të sprovon të sëmun, se Allahu të sprovon në trupin tënë, se Allahu të sprovon shëndetin tënë, se Allahu të sprovon pasurin tënë, se Allah